Për informatat e sakta më duhet ju referoj tek kosti sa i përket sasisë së importit të përgjithshëm, ndërsa për kosto tek Kesko dhe eventualisht ketë si përhumbje që i realizojnë këtu. Ju faleminderit shumë për pyetjet. Sa i përket pyetjes dytë, unë nuk i kam këto informata nëse punëtori, nëse cili do punëtor është punëtori i Kekut apo jo, apo edhe informata të tjera që kanë të bëjnë me procedurat ose veshjen ose pajisjet e punëtorëve në Kek, për të ju inkurajoj që të pyesni Kekun. Unë çfarë mund të them është që jam jashtëzakonisht falënderuese për krejt punën dhe angazhimin që bëhet në termocentralit e Kekut, që me krejt vjetërsinë, problemet teknike që i kanë, ato të mbeten në punë. Nga ana tjetër, siç e kam thënë edhe të premten gjatë vizitës time në Kek, duke qenë pafundësisht falënderuese dhe duke çmuar atë që bëhet, njëkohësisht gjithashtu duhet që menaxhmenti të sigurohet që për çdo rënje të bllokut që ka qenë pa planifikuar të sqarohen rrethanat dhe të bëhet e qartë nëse ka mundur të evitohet në ndonjë mënyrë dhe sepse vetëm kështu sigurohemi që ka llogaridhënie të plot të secilit në këtë proces. Po filloj prej kësaj të fundit sepse është informatë që është në parim. Unë nuk e di saktë se si e ka llogaritur zëreja, si e ka raportuar, planifikuar Keku në atë rast, mirë po dua ta sqaroj për publikun që në rast se importi është më i ulët se çfarë që ka qenë planifikuar, ato nuk humben. Ato reflektohen në tarifat të vitit tjetër. Pra të themi teorikisht, hipotetikisht, nëse të themi që është parapar që A3 të mos prodhoj për një periudhë dhe të importohet, ta zëm hipotetikisht 10 milion euro, atëherë këtu 10 milion euro nëse nuk shpenzohet, në fund kur bëhet prerja, kur llogariten tarifat e reja, ZRE-ja i merr të dhënat reale nga operatorët dhe nëse nuk është bërë një shpenzim i tillë, ato prapë i kthehen konsumatorëve në tarifat e vitit të ardhshëm, kështu që kjo nuk është arsye për shqetësim. Ndërsa sa i përket procedurave, unë e di që me 4 korrik është afati për mbylljen e fazës së parakualifikimit. Sa i përket numrit të ofertuesve e të tjera, siç e thashë edhe më herët, nga Kek më informuan se kjo bëhet përmes e-prokurimit dhe informatat nuk duhet t'i kenë. Nëse dikush thotë që i ka, ose kjo nuk është e vërtet, ose nëse i ka atëherë është shumë shqetësuese dhe duhet me u hetu prej organeve kompetente se nga i ka marrë këto informata sepse janë të mbyllura aktualisht për publikun. Sa i përket procedurave të radhës, besoj që Keku mund të jap informata më të detajuara. Për mua, çka është me rëndësi, është që procesi të jetë transparent dhe i rregullt. Procesi është shtyrë tashmë 2 herë nëse nuk gaboj, sepse për shkak të kompleksitetit të kësaj pune që do të kryhet, ka pasur pyetje dhe komente vazhdimisht nga kompanitë dhe për këtë arsye është shtyrë në mënyrë që konkurenca të jetë maksimale. Për detaje të mëtejme mund të përgjigjet Keku. Po, Florentina tha që prej Dugagjit, ministre folët pak për ankandin e parkut të ndërtimit të parkut solar, përtesha të pyes sepse është kërku nga ana juaj në drejtim të kostit një letër garancion për operatorët privat, meqense keni pohuar edhe vetë në një emision që keni qenë në ATV, po ashtu është ngritur edhe një dilemë qoftë edhe nga antarët e bordit të kostit, por edhe nga deputetët e Kuvendit të Kosovës se mbi cilën bazë ligjore kërkohet që një letër garancion për operatorët privat. Faleminderit. Faleminderit. Unë çështën e garancionit vetë se e sqarova një herë më herët. Garancioni e para, kur po thuhet se është dhënë garancion për operatorin privat, tingëllon shumë shtrembëruese, sepse njerëzit mund ta kenë parasysh që operatori privat ka me ardhmë ndërtu dhe ti duke i dhënë garancion. Kjo nuk është çfarë ka ndodhur, siç edhe thash më herët. Do të thotë, tek ankandi, investitorët potencial konkurrojnë, kush e ofron çmimin më të ulët, që ka me ashit shtetit energjinë me çmimin më të ulët, fiton, ai e ndërton parkun solar. Ai e merr përsipër me ndërtu parkun solar, ndërsa shteti përmes institucioneve të energjisë, në rastin tonë Kost, e merr përsipër që ta blej këtë energji.
Në rastin pra kemi obligime të dy palëve. Në këtë rast, investitori ka marrë përsipër me ndërtu parkun solar, edhe për me garantu për këtë, e ka lënë një garancion bankar tek Ministria e Ekonomisë në vlerë 7.5 milion euro, që ka qenë 10% i 75 milionësh që ka qenë i vlerësuar investimi. Nga ana tjetër, siç e thash, Keku ka pas, kosti si blerës i kësaj energjie, ka pas probleme financiare si rrjedhoje mos pagesës së energjisë elektrike në veri, andaj disa prej investitorëve potencial kanë kërku që njëjtë siç kemi kërkuar ne nga ata garancion që do ta ndërtojnë, edhe Kosti të ofroj një garancion se është një gjendje që ta paguaj energjinë e prodhuar. Çfarë garantohet me atë garancion, i cili nuk është lëshuar, siç e thash më herët, por nëse lëshohet, çfarë parashihet është që në rast se Kosti ka vështirësi financiare dhe vonohet në mënyrë të konsiderueshme me pagesa, shitësi i energjisë që e ka ndërtu parkun solar dhe që e ka dhënë tashmë energjinë, mund ta tërheq atë pjesë të borxhit e cila eventualisht mund t'i mbetet Kostit në të ardhmen. Sa i përket çështjes ligjshmërisë procesit dhe transparencës procesit, unë mund të them se nuk ka në Kosovë ndonjëherë, mendoj jo vetëm në energji, definitivisht jo në energji, se gjithë e dimë si janë bo, po edhe për autostrada, edhe për çdo projekt tjetër, nuk ka pas një transparencë të tillë, dhe nga ana tjetër nuk ka pas edhe një filtr të tillë edhe teknik, edhe ligjor, ku kemi punuar për gati 2 vite në përgatitje dhe në realizim, me përkrahje të parezervë të Qeverisë Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të USAID-it, që kanë dhënë mbi 1 milion euro për asistencë teknike dhe ligjore për këtë proces. Çdo vendim që është marrë është i dokumentuar dhe transparent përgjatë gjithë procesit. Sa i përket detajeve, unë nuk mund të flas tash mirë, po është mirë që ju si medje, kur vendosni të raportoni për diçka, ti raportoni informatat e plota dhe ti raportoni informatat objektive. Kaq mund të them për këtë. Faleminderit. Keku ka deklaruar se bloku A4 është në rimand prej muajit maj. Mund të më tregu çfarë punësh janë duke u bërë në këtë blok? Konkretisht edhe kush e ka fituar tenderin për shkak se të e-prokurimi nuk ka një tender që tregon riparimin kapital të blokut A4. Zakonisht kur bloku ndalet për riparim për një periudhë, po flas më të gjatë, bëhet riparimi i turbinës, i generatorit dhe pjesëve të kalgajës. Pyetja është, kur është kryer për herë të fundit riparimi i kapitalit i blokut A4? Pra kur është kryer tenderi, edhe çfarë punësh janë duke u bërë në këtë blok. Nëse mund të na dhani informata, sa litra naftë janë shpenzuar me datën 19/6/2025 për kthimin në punë të bllokut A3 dhe sa janë shpenzuar sot në kthimin në punë të bllokut A5. Ju falenderoj shumë për pyetje, po këto janë pyetje të nivelit shumë teknik dhe të detajuar për të cilat duhet i drejtoheni Kekut. Sigurisht që jo prej qeverisë për shpenzimin e naftës së Kekut. Sidoq të jetë, ju falenderoj shumë për interesimin dhe ju inkurajoj ta diskutoni. Unë nuk kam çfarë të shtoj për këtë. Faleminderit.